Prej disa kohësh, Roko Vata nuk është më një temë në mediat shqiptare. Futbollisti shqiptar, ose më saktë, djali i Rudi Vatës, ka zgjedhur që të përfaqësojë Irlandën, që pas kësaj zgjedhje u mbyll çdo diskutim në mediat shqiptare që lidhej me të. Kjo pasi Roko Vata ka debutuar me Irlandën duke luajtur për 81 minuta ndaj Bullgarisë në Ligën e Kombeve. Vetëm kjo ndeshje zyrtare është e Roko Vatës me Irlandën dhe kështu do gjej mundësinë për të zgjedhur Shqipërinë, të paktën në letër. Logjikisht, si funksionon me rastet e tjera, Roko Vata nuk do të kishte mundësinë për të zgjedhur më Shqipërinë, pasi e kishte bërë një ndeshje me një kombëtare tjetër të ekipit A. Megjithatë, një lajm i pabesueshëm vjen i konfirmuar nga vetë Rudi Vata, i cili ishte i ftuar në edicionin e lajmeve në RTS Sport me gazetarin Enos Karço. Sipas Rudi Vatës, djali i tij, Roko, ka firmosur një klauzulë të veçantë që lejon futbollistin të ndrojë kombëtare sërish nëse nuk luan për të paktën 2 ndeshje me një kombëtare të caktuar. Pra deri tani, Roko Vata ka luajtur vetëm një ndeshje me Irlandën dhe kjo e lejon atë që të ndrojë kombëtare dhe të vite Shqipëria nëse dëshiron. Kur je prind, është shumë e vështirë të flasësh për fëmijën. Roko ka zgjedhur Irlandën, por mund të bëjë një zgjedhje tjetër nëse dëshiron. Ka një klauzulë që duhet të bëjë të paktën 2 ndeshje zyrtare me Irlandën që të mos ndrojë me kombëtare. Roko nuk është akoma gati për të qenë një lojtar kombëtare i ekipit A, do ende kohë, por mund të ishte një alternativë e mirë për Silvinjon, pasi ka cilësi të mira dhe mund të jepte një kontribut, tha Rudi Vata. Por kush është Roko Vata? Futbollisti 20 vjeçar është pjesë e Watfordit në Championship në nivelin e dytë të futbollit anglez. Kontrata e tij me këtë ekip skadon në 2028 dhe vlera e kartonit shkon në 2 milion euro në treg. Roli i tij është ai i sulmuesit të krahut të majt, por mund të alternohet edhe si sulmues qendre. Ndeshja e fundit që i ka shënuar ka qenë kundër West Bromwich dhe ka bërë një paraqitje shumë të mirë me Watfordin, duke shfaqur shumë nga potenciali i tij edhe në këtë sezon. Mbetet të shihet nëse Silvinjo do ta zgjidhë që ta marrë me vete Roko Vatën për ndeshjet e play-offit të marsit, si një vlerë e papritur e shtuar për kombëtaren ton. Por lajmi i ditës së sotme ishte padyshim mundësia që ka Roko Vata për të ndryshuar kombëtaren, pasi më parë u mendua se nuk kishte asnjë mundësi që një gjë e tillë të ndodhte që pas atij debutimi në ndeshjen kundër Bullgarisë. A do të vijë Roko Vata te Shqipëria ashtu siç bëri dhe babai i tij, Rudi Vata? Ngjilet të presim.